Bashkimi Demokratik për Integrim akoma nuk ka marrë përgjigje zyrtare nga VMRO DPMNE-ja sa i përket kandidatit konsensual. Zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani tha se në rast të dështimit të idesë së tyre, ata kanë shqyrtuar edhe opsionet e tjera, ndërto edhe ajo e koalicionit ndëretnik. Ai madje tha se kjo ide është për të vendosur standard të ri në zgjedhjen e presidentit dhe faktorizimin e votës shqiptare. Bisedohet me partitë shqiptare eventualisht për një koalicion mbar shqiptar, që ndoshta në aspekt pragmatik nuk do të jep rezultatin e duhur, po ajo është logjika nëse nuk do të ketë koalicione të tilla, do ketë grupime etnike, ashtu siç ndodhi edhe në zgjedhjet lokale, të cilat nuk mendojmë se janë të mira për të ardhmen e vendit. Opsioni i tretë mbetet bisedimi edhe me partitë opozitare maqedone dhe opsioni i fundit mbetet që BDI del me kandidatin e vet. Osmani hodhi poshtë zërat se dështimin eventual të kandidatit konsensual, BDI-ja e kushtozon me zgjedhje të parakohshme parlamentare. Deri më tani asnjë antar i kryesisë, por as edhe kryetari i partisë nuk ka iniciuar në mbledhje të kryesisë bisedën për zgjedhje parlamentare. Kemi biseduar për zgjedhje prezidenciale në mbledhjen e fundit, por nuk është hapur deri më tani ajo temë. Nëse do të hapet ajo temë, do të vlerësohet se është e nevojshme, BDI asnjëherë nuk ka frikë nga zgjedhjet. Nga ana tjetër, vetë kryeministri ka qenë sot i përmbajtur dhe nuk ka shpalosur qëndrim konkrete rreth idesë së BDI-s për kandidat konsensual. Ja, za ova prašenje nemam nešto što novo da vi dodam od onoga što prethodno sam iskažao. Kojeg imame nešto novo, na vreme ќе ve izvestim. Ditë më parë në një intervistë për Javorën Republika, deputeti VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski u shpreh se presidenti nuk duhet të jetë objekt negociatash mes partive politike. Madje paralajmëroi se VMRO-ja do të ketë kandidat të vetin.